Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, flasim pak për situatën në Kosovë, duket se edhe kuvendi atje po bëhet pak lëmsh si puna jon këtu, megjithatë do të përpiqemi të kuptojmë se cilët janë skenarët me të cilët përballet Kosova në këto momente, si do të shkojë tek zgjedhja e presidentit, shanset e palëve dhe mbi të gjitha një pyetje që është kryesorja. Rrezikohen sërish zgjedhje. Betim Gjoshin kemi, është sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, PDK-s, për ta thënë më thjesht, dhe kolegun dhe mikun tonë Adri Nurellari. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes Betim. Tani që e shoh panelin, pas kam një frikë të vogël sikur do jemi të anshëm, por le të përpiqemi të jemi mbi të gjitha të pa anshëm për të kuptuar se çfarë ndodh. E para njëherë, dje nuk u arrit të zgjidhej ngërshi. Ne jemi të një anshëm se mbrojmë interesat e kushtetutës dhe Republikës Kosovës. Dgjoj Adri, me që krujte me batut, po ta them unë një kundër batut. Dashnori më i madh i kushtetutës në Shqipëri është në Burg, kështu që kujdes me këtë dashuri për kushtetutën. Kush ishte kjo? Ilir Meta pra. Okay. Sidoqoftë, çfarë dreqi ndodhi dje në kuvendin e Kosovës? Fillojmë me zotin Gjoshi, më pas Nurellarin. Faleminderit për mundësinë, përshëndet gjithë qytetarët shqiptar kudo që na përcjellin. Po dje ishte një vazhdim i skenarit të një qeverisje, një mazhorance pa vizion edhe pa mision. Pra, duke mos bërë asnjë përpjekje që brenda fotot kushtetuese të dialogoj me të tjerë dhe të zgjidh presidentin, të jep Kosovës institucione. Për herë dytë, do më pas zgjedhjeve nacionale, Kosova po dështon që të nxjerrë institucione të bazuar në rezultatin zgjedhor, dhe ajo që po dje ishte një humbje shanses për Kosovën. Dje një anë shumë mazhoranca Kosovën e çoi drejt zgjedhjeve. Ja upi mundësinë ditën e fundit që kishte për ta zgjedhur presidentin. Pra, është zyrtare që do të shkojë drejt zgjedhjeve? Po edhe po doj dikush se s'mund të zgjedh president. Kanë kaluar afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Kështu që s'ka rrugë tjetër, përkundër që kjo është e pesëdhjetshme për qytetarët e Kosovës dhe e rëndë, por tashmë besoj qytetarët e Kosovës e kanë lexuar drejt. Edhe pse pati një kandidat tjetër, pra dy kandidat në garë, edhe vetvendosja tha që do i drejtohet kushtetuesës. Kandidatët ishin në ditën e fundit provimit dhe nuk arritën të kalojnë. Kështu që kushtetuta është shumë e qartë në këtë segment. Presidenti do të zgjedhet 30 ditë para se sa të përfundojë afati presidenti aktual, ajo do të ka qenë dje dhe mazhoranca ka humbur këtë mundësi qytetarët e Kosovës që të kenë president vetin. Tashmë pa dëshirën e qytetarëve të Kosovës edhe me një skenar mirë përgatitur nga qeveria e cila ka 7 vite që Kosovën e ka mbajtur në krizë, se vetëm një mënyrë që din me mbjetu është kjo e krizës. Pra, unë me dëshirë se do të kisha folë se si Kosova po zhvillohet, si po avancat demokracinë, po ne kemi 7 vite regres, dhe ajo djetë ishte pjesë e këtij sulmit vazhdueshëm që ju ka bërë rendit kushtetues demokracisë të Kosovës, dhe kemi një demokraci më të brisht, kemi një funksionim më të institucionet të Kosovës, e kemi një tendencë që një person me kontrollu të gjitha institucionet në Kosovë. Ne si Parti Demokratike mundu që nga dita parti jopim kontributin që Kosova të ketë ndërtim të institucioneve. Kemi ofruar edhe zgjidhje, disa modalitete të cilat kanë qenë pranueshme që ndoshta nuk janë qenë të lehta dhe janë dukë që po shpëtojmë po ja zgjatëm jetën e qeverisë, po kemi pas qëllimin më të mirë që Kosova të ketë institucione kredibile, ketë një ndarje të pushteteve dhe ketë një balancë mes institucione, pra që ketë një respektim kushtetutës, se kemë një qeveri e cila 16 herë me vendim gjykatës kushtetuese ka shkelat, edhe po ta kishte edhe presidentin besoj që do ta bënte edhe më shumë. Nurellari, arsyeja pse kam ngula që t'ishe ditën e sotme është se në intervistën e fundit në këtë emision kishe një parashikim që u materializua, pra që Kurti do të shkonte drejt një autokracie, atëherë edhe pjesa tjetër e panelit e konsideroi të tepërt, por ditën e djeshme edhe dashamirësit më të mëdhenj të Kurtit, të paktën në këtë anë të kufirit, gazetarët, analistët, shprehen një zëri, një zhgënjim ndaj kryeministrit të Republikës së Kosovës, pa përgjegjësi e quajtë në rastin më të mirë, një përpjekje xhelozi, disa e konsideruar një përpjekje të dëshpëruar për të gjetur kandidat që s'din anglisht, që të jetë vetëm Kurti faktor. Çfarë pati Albin Kurti, ndërkohë që kishte mundësi ta zgjidhte si të donte pa e cënuar fuqinë e vet?
Për interesat do doja që ta kisha gabim, edhe do doja që asaj kohe kur folëm bashkë të mos më përmbushej ajo që parashikova, por fatkeqësisht kjo është një tendencë, trend e njeriu me mentalitet të qartë, autokrat që nuk respekton rregullat e lojës, nuk respekton kushtetutën dhe hyn konflikt me të gjithë. Ka hyrë konflikt me partnerën ndërkombëtar, pa të cilët Kosova ekzistonte, ka hyrë konflikt me faktorin shqiptar të rëndësishëm në gjithë rajonin, ka hyrë konflikt me grupimet ose forca e gjalla, me dhomat e tregtisë dhe biznesit në Kosovë, me shoqërinë civile, drejt për drejt me mediat, ka hyrë me sindikatët, paska se është partia e majt, ka djegururat me opozitën, me pakicës po flasim, dhe tani ka tandiset që e kemi konflikte edhe me presidenten, në fakt që ka qenë barqja e listës edhe e ka prirë, po themi, garas elektorale që sigurohet e triumfin dhe ka shërbyer si një magnet votash duke kafshuar dhe duke çuar në ujë tek mulliri Kurtit nga LDK-ja. Pra, kjo është, si thuash, kulminimi i gjithë tendencës së tij për të përqendruar sa më shumë pushtet në dorën e tij dhe për të mos bërë asnjë përpjekje për të ndarë, bashkëqeverisur, arritur dialog, kompromis dhe konsensus. Pavarësisht gatishmërisë së partive opozitare për të në fund fundit pasur një president që përmbush kriteret kushtetuese për të qenë mbi palët, për të qenë më konsensual, mos me qenë një noter dhe zjatimi mazhorancës. Pra, dje ishte kulminimi i kësaj tendence që e kemi parë këtë nivelet i konfliktual, të polarizues. Ati ka shërbyer dhe ka leverdisur në aspektin elektoral, por e ka dëmtuar shumë Kosovën dhe ka siguruar të situatë të mungesës së bashkëpunimit dhe të disfunksionalitetit institucional, duke çuar vendin në zgjedhje të parakohshme të pashmangshme. Dhe dje kishme kulminim të kësaj si thua strategjie ose tendence për të menaxhuar kriza dhe për shkaktuar kriza të reja pa mbyllur të vjetrat. Dhe për ta kulminuar si qershia mbi tort në banalitetin edhe disfunksionalitetin e kësaj mazhorance, ishte propozimi në orët e fundit të stadimit të afatit për të zgjedhur president i amendamenteve kushtetuese, në cilin vend serioz në kjo gjë. Vetëm, ku diun, në regjimit totalitare mund të ndryshojë ligji themeltar me këtë mënyrë shpejtësi të rrufeshme për interesat të ngushta mbi jetese. Domethënë, është njësoj Flavio sikur në momentin në minutin e 88-89 të ndryshojë rregullat e futbollit me që s'po fiton ekipi im. Dhe ishte pa imagjinueshme dhe ishte, si thua, një tjetër rikonfirmim i mungesës së respektit edhe seriozitetit për institucionet edhe mungesës së përgjegjësisë së kësaj mazhorance dhe fatkeqësisht jemi futur në një krizë të re ciklike në zgjedhjet parakohshme dhe jo nuk kaq, por tani po sfidohet edhe procedura sepse është çuar një kërkesë në gjykatë kushtetuese për të interpretuar se kur do duhet të organizohen zgjedhjet e parakohshme. Çështja është në këto momente, e para njerë cili është pulsi i publikut kosovar, Gjoshi. Çështja është se nuk do njëri të bëjë gjithkohës zgjedhje, nuk është sa në qef i madh. Po, bitë gjitha qytetarët e Kosovës dojnë zhvillim. Dojnë një qeverisje cila është e përgjegjshme dhe është për ta. Kjo që kemi tani nuk është e tilla. Qytetarët e Kosovës e kanë mundësinë që ta ndrojnë këtë. Besoj tashmë e kanë parë, është po mbreti Lakuriç, e kanë parë Albin Kurtin, i cili nuk ka qëllim zhvillimin e Kosovës. I cili interesant që tjetë i qëtë pushtet shumë të ketë institucionet dopta, edhe tjetë ai që pytet në Kosovë, jo randi liqe dhe kushtetuta e as institucionet tjera të pamorna. Pra kemë çdo ditë më shumë zbet funksionimi, dhe sa Kosova krenoi kalumën që ishte më së miri në rajon për funksionim të institucione, për një pavarësi institucionale, për organizim zgjedhje mirë, ata gjitha këto janë udhë poshtë, pa madhe dobësitë që ndodhen me zgjedhjet e herën e fundit për shkak që eksperimentet që bëri mazhoranca përmes Komisionit Qendror Zgjedhor, të cilin e kanë në pushtet tashme.
Pra, çdo institucion I cili ka qenë kredibil dhe ka qenë investim I gjatë I Kosovës, është shkatërruar mbi të gjitha edhe perspektiva e njerëzve në Kosovë. Pra, qytetarët dëshirojnë një qeverisje e cila I sjell zhvillim Kosovës. Kosova është braktisë me të madhe gjatë 6 viteve të qeverisje për shkak mungesës perspektive, po për shkak të ngarkesës politike të madhe që kemi përçamjes, urrëties që e kanë një të përbashkët, e kanë një emën të përbashkët që është Albin Kurti, edhe njerëz rreth tij. Pyetja në këto momente është për dikë që akuzon Vjosa Osmanin për marrëdhënie shumë të mira me Edi Ramën, edhe pse dikur I kishte të këqija, Albin Kurti duket se po vrapon për t'i ngjarë Edi Ramës edhe te vrapimi për në kushtetuese, edhe te përpjekja për centralizim të çdo forme pushteti. Nurellari, këtu është pjesa ku duhet pak analize jotja. Mendjet e mëdha mendojnë njësoj, mendjet e majta mendojnë akoma më njësoj? Po shiko, këta të dy nuk janë të majtë, nuk kanë ideologji ose besnikëri ndaj ideve, vlerave, me cilët mund mos pajtohesh, por të paktën do mendosh janë idealist. Okay. Jo, s'kan lidhje. Këta kanë pozicionimin figurativisht, sepse I duhet të mbajt një anë, por nuk janë thelbësisht të majtë. Bile ne shikojmë fare mirë në Shqipëri se si kryeministri është si thuash bardhë I interesave të ortakëve të tij, të cilët janë të privilegjuar dhe kontrollojnë ekonominë. Jo më kot po të shikoni ju çmimet e Shqipërisë ka kaluar tashmë mesatarën e Bashkimit Evropian. Dhe në rastin e Kurtit, ke par Kurti që me qasjen e ngjashme patronazhiste, duke harxuar shumë më tepër para për subvencione, por atë nuk e bën se është I majt, e bën se është I mënyrë për të blerë vota, për të joshur vota, por ndërkohë nuk ka rritur rrogat siç ka qenë planifikuar, siç do bëni partia e majt, dhe nuk ka bërë asnjë investim publik, domethënë siç bën partitë e majta zakonisht, madje ka hyrë në konflikt me sindikatat, edhe një konflikt për shembull me sindikatën e arsimit ka zënë një vëmendje të veçantë në Kosovë. Kështu që po ta shikosh në besnikëria e tyre nuk është një ideologji ose qëndrimi të qartë ideologjik, por është ndaj lëvizjeve për mbjetesë dhe konsolidim të pushtetit. Kështu që në këtë aspekt ajo që është e përbashkëta është qasja, mendoj unë, tendenca autokratike, tendenca për të përqendruar sa më shumë pushtet, për të anatemuar kundërshtarët, për të trajtuar opozitën dhe ata që spajtohen me pushtetin, për të trajtuar si armiq, jo si rival, kundërshtar, konkurrent, edhe shpesh mund të ishin edhe bashkëpunëtor për nevoja dhe interesa më të përbashkëta, për faktin që për hir të luftës dhe banalitetit të përditshmërisë është I gatshëm të dëmtojë rënd interesat shtetëror, dhe për faktin që nëse ka një gjë të përbashkët është që Kurti është I mbushur me abuzime, ka ministrat të tij që janë të përlyer në afera korruptive, është vetë I kërkuar nga prokuroria për të deponuar dhe refuzon, dhe sa herë që sulmohet, sa herë që njerëzit e tij janë të përfshira, ai sulmon drejt për drejt prokurorinë dhe gjyqësorin, dhe një ndër arsyet që po shikojmë ne pse ai po ngulmon të vendosë një noter të tij në presidencë është qartazi interesi I tij për të kapur, për të shtënë në dorë drejtësinë, sepse drejtësia në Kosovë, për arsye specifika të Kosovës, ka qenë shumë larg pushtetit dhe autoritetit të shumicës. Kujtoj tu që në Kosovë fillimisht ka qenë drejtësia e Urmikut, pastaj Euleksi ka pasur rol ekzekutiv në Kosovë deri në 2018-ën, dhe po ashtu partnerët ndërkombëtar kanë ndikim të madh në pavarësimin e drejtësisë, dhe zoti Kurti do që atë ta kapi sepse është vetëm gjë që I ka dalë prej duarsh. Edhe prandaj duhet një president I kontrolluar, sepse presidenti ka një rol në emërime edhe në reformë potenciale të ndryshime brenda institucioneve drejtësisë. Kështu që nëse ka një gjë të përbashkët është kjo tendenca autokratike për të zaptuar çdo kapilar të shoqërisë, për të vendosur njerëzit më besnik në poste të kyçe,
për nepotizëm, për klientelizëm, për patronazh politik të qartë, duke e mbushur administratën me militantë të partisë. Dhe ka një dallim thelbësor që zoti Kurti në farë mënyre ndryshe nga zoti Rama, zoti Kurti e përdor politikën e jashtme ndryshe. Qëllimi është i njëjtë, zoti Kurti konfliktohet me partnerën ndërkombëtar për t'u shitur qytetarëve të Kosovës si vetmi i pafyeshëm e papërkulur që i mbroni interesat e Kosovës pavarësisht kostos personale, dhe kështu ka fituar zgjedhje duke u shitur me këtë dimensionin e heroizimit si Davidi kundër Goliathit, i vetmi kundër të gjithëve. Kurse Rama ka pasur qëllimin e njëjtë, por ka lozur taktikën ndryshe duke u shitur si ai që ka bekimin e perëndimit dhe është i vetmi partner i besueshëm nga partnerët ndërkombëtar dhe ka investuar gjatë në këtë raport. Por pak a shumë edhe politikën e jashtme që do të ishte një politikë për cilën Kosova dhe Shqipëria do të kishin konsensus dhe do të shkëputeshin nga debati politik i përditshëm, të dy ka përdorur atë debat për interesa të pasur elektorale në mënyra ndryshme. Kështu që kjo është shqetësimi që është degradimi i demokracisë, regresi, dhe Kosova që ka pasur një pozicion shumë të mirë në shumë aspekte demokratike, si për shembull liria e fjalës, ose mënyra se si ka funksionuar institucionet, ose mënyra se si kanë organizuar zgjedhjet, edhe në këto gjëra që kanë qenë diçka për cilën ja vlente defendoi Kosova dhe bënte kontrast me rajonin, edhe këto janë duke u cënuar në faktikisht. Lajmi i fundit, Osmani sapo ka shpërndar parlamentin, pra doli sërish ajo që thatë para pak minutash zoti Gjoshi dhe Nurellari, pra para se të kemi një president të ri, me sa duket do të kemi një kryeministër të ri. Nëse rizgjidhet Kurti, nuk do ketë këtë mazhorancë që do të thotë do të vazhdojë ja doli ta fusë vendin në një krizë ciklike. Gjoshi, çfarë do të bëni tani? Është dosht që të prishet Vjosa me Albinin për me po që është stratetyrën e presidentit. Do në vetë mja ditë, ndoshta për 5 vjetë, është kjo që mot mend që e ka posi qëndrim në vendimorin ndryshëm për zotit Kurti. Deri me sot, ajo është përdor nga zotit Kurti, edhe në ato shkilet kushtetuese kanë qenë zbashku, edhe në këtë fyqafje të Kosovës, në këtë regres të Kosovë të dytë kanë qenë bashkë. Është mirë që është, më në fund e ka kuptu zoti Osmani që do të me respektu kushtetutën edhe ligjet Kosovë, dhe besoj që është një moment kthejse i rëndësishëm për Kosovën. Uroj qytetarët të Kosovës që të kenë zgjedhje për një qeverie, për një drejtim i cili kam i dërgu drejt zhvillimit. Pra është, mendoj, një moment kthejse në këto 6-7 vitet cilat qytetarët i kanë mojtë tensionum. E kem po ka qenë një periudhë një 3-4 vite zhurmë me madhe drejt Veriut, të mbyllshin disa në komuna dhe pa zhurmë i dërzhun prapë serve komunat, se cilën hap që kjo qeveri ka marrë, ka pas një zbrapsje ma tutje edhe një këthim edhe gjendje ma të rëndë se so që ka qenë ma herët. Besoj që tashmë të gjithë partive opozitare na ta kanë që të pregaditmi edhe të japum fillimisht një listë mirë kandiduese, mandej një qeverit mirë edhe të shënohet fundi i kësaj qeverisje e cila e ka dëmtuar jashtëzakonisht Kosovën edhe në aspektin e brendshëm atë jashtë. Nurellari, Kurti rikonfirmohet me këtë mazhorancë dot? Shiko, ajo që ka ndodhur edhe në farë mënyre mendoj që dhe shpresoj që shumë njerëz që kanë kontribuar në konsolidimin e pushtetit të Kurtit të kenë një ballafaqim me realitetin, një lloj reflektimi, për ta kuptuar që ka ndërtuar një monstrum politik, po themi, dhe kur këtë gjë e kupton dhe e pësoi edhe vetë Vjosa Osmani, e cila ka qenë thelbësisht kontribuese qoftë në rezultatin elektoral, duke lehtësuar glabërimin e votave të LDK-s brenda vetëvendosjes, dhe qoftë me përcaktimin e datës 20 dhjetor, që është një lloj gerrymandering dator, sepse në datën 20 dhjetor përkon segmenti kohor ku më së shumti ka diasporë në Kosovë, edhe më së paku ka vendas permanent qytetar që janë rezident aty sepse shkojnë e vizitojnë familjarët e tyre ose bëjnë plane për pushime. Dhe çka ka ndodhur sipas exit poll-e ka dalë që mbi 18% e njerëzve që kanë votuar fizikisht në Kosovë kanë qenë të diasporës,
duke e thelluar rezultatin e kurtit përkundrejt rezultati ishte ndodhur në shkurt. E kuptoj. Në shkurt ne kemi parë që diku te 39%, 40% e votuesve që ishin rezident përhershëm në Kosovë e kanë votuar kurtin, por mbi 60% atyre që janë diaspor, edhe kjo është e kuptueshme se ata që janë diaspor gëlltisin retorikën, ata që jetojnë në vend vuajnë pasojat e papërgjithshmërisë, e premtimeve të paralizuara dhe infrastrukturës prapa mbetur dhe çmimeve të rritura. Dhe çka ka bërë Vjosa Osmani bashkë me Kurtin, e sajuan kriza institucionale, e zvarritën me vetdije procesin dhe Zoja Kurti ja bëri argatin, ja bëri shërbimin e fundit zotit Kurti, duke ja çuar datat enkasatere ku qindra mira banor përhershëm të Kosovës kishin shkuar të takonin familjarët e tyre se fatmirësisht kanë hequr vizat e ata mund të shkojnë lirisht. Dhe ku kishim qindra mira diasporës ishin aty duke e thelluar rezultatin e duke pamundsuar qytetarëve të Kosovës permanent të jepnin votën e tyre sepse për shkak të kësaj date. Pra vetë Zoja Kurti pasi bëri këtë super, po themi, shërbim me impakt drejt për det elektoral siç e data zgjedhore, vetë ajo e pësoi prej Kurtit, kështu që shpresoj që shumë njerëz që si Zoja Osmani e kanë mbështetur atë sy mbyllurazi dhe kanë bezuar më të verbër, ta kuptojnë që qëllimi i Kurtit nuk është as lojaliteti njerëzor, personal, as interesat e Kosovës, por vetëm interesi i tij personal. Okej. Sa radhe, besoj zgjedhjet e parakohshme nuk do jenë në të njëjtën segment kohor dhe shpresoj besoj që tashmë do shërbejnë këto zgjedhje për ta rikthyer stabilitetin institucional, në shinat të reflektojnë këto kriza të papërshtritura. Po, do kemi një këndjellje, një kthjellje të logjikës, sepse edhe një çik me këmbë tok Kurti do i bënte mirë një rezultat më. Po shiko, Flavio, partitë të tjera ka pasur shumë pak, edhe kur ka pasur majorancë, ka pasur shumë pak deputet. Dhe ka pasur ura bashkëpunimi për mos e pasur lloj krizash. Domethënë këto janë pa precedent në një vend të tillë. Domethënë Kurti nuk kënaqet vetëm me totalitarizëm, sepse kur s'ia del dot të formojë qeveri të ndërtoj institucione edhe të zgjedh presidentin, edhe kur ka 51%, do ky njerëz ka të ngopur vetëm nëse zhduk opozitën dhe e merr 90%. Në këtë lloj thana, ky është një leksion i qartë. Besoj dhe shpresoj që të reflektojë zgjedhjet e ardhshme. Nurellari, faleminderit, Gjoshi, faleminderit gjithashtu, do të rishemi shumë shpejt se me siguri do jetë interesante. I përshëndesim miqtan, e lëm kuvendin e Kosovës, i cili sapo është shpërndar në këto momente, miq të dashur, zyrtarisht Kosova shkon në zgjedhjet parakohshme dhe një vend ku do tuheshin ca zgjedhjet parakohshme mundësisht me një qeveri teknike, është kuvendi i Shqipërisë. Çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, e ndjekim në këtë insert dhe rikthehemi ta diskutojmë.